ku na çon provokimi I Selinit për Mirin? Ku na çon? Ti ardhur ta them unë sepse un pash te parti që Miri 2-3 herë ka Gimbon duke diskutuar nuk e di se çfarë me njëri tjetrin. Erdi Gimbo. Erdi Gimbo te ti, po si ka mos gjithë njerëzit vinë te ti. Ti ke shkuar te Gimbo si isha prezente. Ka të drejta ardhur këtu. Kur do vini në Kosovë, si do vini në Kosovë, çfarë do bëni? Që ka mësuar këtë vit me arbin kurse si ide të njëjta valla. Unë kam qenë italisht të bardha me Zezën, kam thënë 100 herë të muhabet. Këtë vit që opinionet janë kaq të njëjta, I'm like ose kjo është çmendur ose unë jam bërë serioz, nuk e di, njëra nga Ti mundohu ta kujtosh. Çfarë më pyeti? Të pyeti më mirë të kapësh finalen vetëm apo të më kesh mua shok edhe jashtë shtëpisë. Po, e mbaj mend. E mban mend që si ktheve përgjigje. Po, fol më Jo, ja dash përgjigjen, ja kam dhënë përgjigjen aty, por fokusohemi te Fokusohemi te kjo. Faleminderit. Fokusohemi te Më mirë fokusohemi te kjo, më mirë. Unë shikoj një vajzë si Selin. Të njëjtën linjë mendimi që do kishe për Selinin do kishe edhe për Mirin. E kam, Po të kam parë unë ty, ti thua Mirit ato gjëra që I thu Selinit. Ta them unë diferencën. Tani, një minutë lutem se. Të lutem, një minutë. Në qoftë se Selin ka ndryshuar shumë sjelljen mbas ndarjes nga Miri këtë gjë nuk e ka bërë. Pra unë nuk e kam mohuar ndonjëherë që ky ka një debolesë për Selin. Nuk mendoj që ky ka ndjenja të forta për Selin. Unë besoj që ky mund të ketë një farë tërheqje, një farë përçimi. Unë e kuptoj që ti Selin është më I përfshim Arbër. Jo, pra jo, se pyetja nuk ka qenë ndonjëherë kush ka më shumë. Pyetja është a ka apo jo dhe ti deri më tani ke mohuar kategorikisht dhe vetëm sot Qose do me ne këtu, rri këtu lani. Do jesh e respektueshme. Qose ti na ke hapur për porta këtu, për të ngodhi këtu, unë ta çaj bysën kështu pastaj. E morë vesh kurve vogël. O bre, kam shumë gjanë këtë malin, po nuk e se po bën, po më dritë në një gjë këtë javë dhe fundit në shtëpi, do më thonë zëre se nuk është malin në shtëpi. Se jam munduar që të njëjtën veprim që unë Mirë, shumë mirë. Që është mami, Ana Brikende, një kretë mirë. Ci vogliamo tanto bene. Mi mancate tantissimo, po mungoni shumë. Të të më pa fokushën. Atë ku mërzit në isan. Ja, je shumë e fort, bravo, komplimente për të.